Ka filluar fluksi i madh i njerëzve që shkojnë në komunë për pajisjen me dokumente identifikuese, pajisjen me certifikata e tjera. Kjo është nga që gjatë stinës së verës në Kosovë vinë shqiptarë nga diaspora. Për këtë arsye në komunën e Gjakovës është hapur një zyrë për shërbimin e mergjimtarëve nga Ministria e Diasporës. Regjistrimi bëhet online, regjistrimi nëpërmjet formularëve edhe regjistrimi tek zyrtari komunal. Do të thotë tek zyra komunale që është Gjakovë. Gjithë atyre që jetojnë jashtë më mundësu që herave tjera kur të vinë, domethënë venditjen e tyre, domethënë nxjerrja e dokumentave tyre të jetë pak më e lehtë, sepse gjithë e dimë që është shkurt koha atyre që vinë pushime, do të thotë familjet e tyre. Edhe ju kisha bërë thirrje gjithë mergjimtarëve që jetojnë jashtë që t'i drejtohen kësaj zyre, që drejtohen zyreve të vendit ku banojnë në përfshatet e tyre, sepse edhe aty gjenden formular për regjistrimin. Sipas prushit në këtë sportel mund t'ju shërbehet vetëm atyre që janë në diasporë. Kjo ka edhe për qëllim marrjen e statistikave sa jetojnë bashkëdhetarët tonë me familje jashtë, sa janë individual, sa punojnë, sa janë të papunë, sa kanë bizneset tyre. Zyrtarët thonë se pajisjen me dokumente mund ta kenë vetëm mergjimtarët e cilët kanë më shumë se një vit jashtë shtetit.